Behçet Pacolli shfaqet në dosjen Epstein, ja për çfarë flitet. Publikimi dokumentave të reja nga dosja e Jeffrey Epstein të bëra publike nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në faqen e tij zyrtare ka nxjerrë në pa edhe komunikime ku përmenden emra të lidhur me Kosovën. Në një prej emaileve të publikuara të datës 19 shtator 2019 figuron të jetë përmendur emri i ish-presidentit dhe ish-zëvendës kryeministrit të Kosovës Behçet Pacolli. Emaili i dërguar nga konsulli i Republikës së Kosovës në Tajland atkohë mban titullin "Kush është Behçet Pacolli" dhe i drejtohet Jeffrey Epstein. Në përmbajtje, dërguesi i identifikuar si Daniel shkruan se princesha dëshiron që ti ta shohësh këtë video duke bashkangjitur një link nga YouTube, i cili aktualisht nuk është më funksional. Në të njëjtin komunikim përmendet edhe emri i konsullatës atërshme të Kosovës në Tajland, e cila thuhet se ka kërkuar që materiali t'i përcillet Epstein. E njëjta konsullat përmendet edhe në një email tjetër të vitit 2012 ku flitet për një takim të mundshëm në New York. Në atë email përmendet se princesha nga Tajlanda do të jetë në Kombet e Bashkuara me presidenten e Kosovës, duke i shprehur dëshirën për një takim të gjatë asaj jave. Dhe se presidentja nuk përmendet me emër në vitin 2012, presidenti i Kosovës ishte Atifete Jahjaga. Mom Juang, Eraja Dasari Juankura ka folur më herët publikisht për rolin e saj në lobimin për njohjen e Kosovës nga Tajlanda dhe shtete të tjera. Në një tekst autorial e përshkruan bashkëpunimin me Behçet Pacollin duke theksuar se ishte njohur me të në Filipine në nëntor të vitit 2011 dhe se kishte vendosur të angazhohej në mbështetjen ndërkombëtare të Kosovës. Ajo shkruan se kishte intervistuar përpjekjet e saj për njohjen e Kosovës, duke cilësuar këtë si një të drejtë legjitime të shtetit Kosovës për të ekzistuar si entitet sovran në sistemin ndërkombëtar politik, social dhe ekonomik. Publikimi i këtyre emaileve nuk përmban akuza penale ndaj personave të përmendur, por dëshmon për komunikime dhe kontakte që janë bërë publike në kuadër të dokumentave zyrtare të dosjes Epstein.